strategji më mençur se sa shpenzimi i buxhetit të tepërt në krijimin e forcave armatosura për një kohë të shkurtër siç pretendohej, është krijimi i aleancave të fuqishme me shtete dhe partnerë të fuqishëm, serioz dhe të besueshëm, të dëshmuar ndaj Kosovës. E ato janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që gjatë gjithë historisë, në veçantë këtë historinë e fundit, pra të luftës për liri, kanë dëshmuar se janë aleati kryesor që e garantojnë ekzistencën tonë, siç e kanë garantuar edhe ekzistencën dhe identitetin tonë kombëtar kur është dashur të jetë Shqipëria shteti i pavarur sovran, e që kanë qenë në si të them, tendencat për glabrim të vendeve të rajonit të Evropës. Pra, kemi në skenë, në sfond, një tendencë politike, po flas me fokus, që nga liria këte, që nga vitit 2019 e kënej, për ndrimin e atij kursit, o për orientimit strategjik të Kosovës dhe të shqiptarëve, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta kthyer në Bashkimin Evropian, ku pastaj politikat determinohen nga shumë interesa që kanë impakt rus të pashmangshëm. Këto dim saktë në den vitin 22 si ka qenë raporti BE, SBA dhe çfarë lufte kanë bërë Shtetet e BE-s që të mos kenë influencim dhe impakt të SBA-ve, derisa e përjetuan sulmin në Ukrainë dhe tani e kanë kuptuar se edhe BE-ja, edhe NATO janë të pafuqishme në raport me çfarëdo konflikti, as më tepër me një superfuqi siç është Rusia, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe në aspektin politik, diplomatik, pra edhe në rrugën e atij kohezionit të akterëve kryesorë të sigurisë në rajon, edhe të një delegjitimimit një të regjimeve të çfarë janë Rusia, Kina apo BRICS-in përgjithësi, dhe tani në lindjen e mes me Irani ku ta diun, dhe kjo sjellje dhe ky dezorientim apo ndrim kursi strategjik është rrezik për të ardhmen e Kosovës. Çfarë pam na në kuvend? Komisioni për punë të jashtme, të cilin e drejton zoni Arbresh Kryziu Hyseni, nga radhët e vetëvendosjes, kërkoi sqarime për nenin 2 të kësaj marrëveshje. Nuk ishin kërkesë për sqarime. Se shife, kërkesa për sqarime. Për të plotësuar, siç thua. Si cilësoni? Dëgjoj. Nga përvoja që keni. Dëgjoj. Në çështjet ushtarake të ndjeshme të aty bashkëpunimit gjatë që keni pasur me edhe kur keni qenë në FSK me partnerët tanë, me amerikanë dhe britanikët e tjerë. Unë e shoh një çështje. Sa i kuptojnë, a është rezultati mos kuptimit të ndjeshmërisë së temave që kanë të bëjnë me siguri, apo ka në prapaskim diçka tjetër? Jo, nuk mund të shife nuk guxojmë ne në fillim, është folë shumë se mos përvoja politike, mos një ajo, nuk flasim këtu për kategorinë njerëzve që nuk i njohin çështjen. Ne këtu kemi të bëjmë me ekziston një shprehje politike, ju nuk jeni socialist, po jeni specialist. Këta nuk janë socialist. Këta janë specialist të këtij diskursi politik që kanë provuar që po e instalojnë Kosovë, jo kanë provuar, po e instalojnë. Sepse izolimi i Kosovës nga aleanca dhe partneritetet që ka pas qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në veçantë, dhe për afrimit të madh që kemi pas me NATO, mos harrojmë. Kemi marrë leje në Asamblenë e NATO-s për krijimin e forcave armatosura. Kemi marrë leje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë sekretari Matis, për të krijuar forcat armatosura të Kosovës. Kemi vendos pika doganore të shtetit në vitin 2011 në një të natës ka qenë Peter Fejt dhe kryeministri atkoh Thaçi që janë koordinuar për me dërguar pikat edhe forcat. Tani ku jemi? Cilin veprime kemi kryer të mbështetur nga aleatët ndërkombëtar deri më sot, nga vitin 20 tuti. Ma thuaj një veprim që është përshëndetur nga aleatët. Përveç se të kanë qenë izolim, edhe të komunikimit strategjik me SBA-t. Prandaj ky qendrim i kësaj unë i quaj këto nafijet e politikës. Këto janë nafijet politikës, këto nuk kanë koncept dhe vizion të vetin. Këto nuk shohin përtej asaj çka ju shkruhet dhe ju thuhet nga kush. Nga ato komitete që i determinojnë politikat e që janë të influencuar nga sponsorët politik të qenies tyre në qeverisin e Kosovës. Gjëra duhet i themi hapur, të vëmë pikën mbi i. Shkuan shumë vite, kem filluar vitin 19, kemi vitin 26. Dhe unë për vete këto është shumë një qasje tepër të rrezikshme sa i përket marrëdhënieve strategjike të Kosovës në rend parë me aleatin tonë SBA, po edhe me anëtarët tjerë të këtij bordi. Sepse kjo zbret seriozitetin e Kosovës dhe kredibilitetin e Kosovës në raport me partnerët.
nuk presin ata nga Kosova një mbështetje aq të fuqishme dhe një rol aq të fuqishëm. Kjo ma shumë ka qenë një hap i cili e ka tablu Kosovën në një arkitekturë të sigurisë, alongside me aleatet tonë kryesore strategjik me këtë rast me Shebaat. Figurativisht po e marrin Kosovën si një fëmijë të vogël përdore që mezi është në ditët e para të ecjes së tij, për treguar se ky është fëmiu ynë dhe nuk bën asesi ta ngasmoni. Shefe, Kosovën e kriju. Dhe Kosova po çon dilema. Po shtyn ditët e ratifikimin e marrëveshjes, e cila do duhej mbase të ratifikohej. Çherët. Unë mendoj se ky ka qenë zhvillimi më i rëndësishëm strategjik në historinë e shtetit të ri të Kosovës. Dhe e dyta, kjo e ka vendosur Kosovën këtë farë arkitekturë të tretë ndërkombëtare të sigurisë të paqes që po ndërtohet me rolin primar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që është një reformë që s'po ndodh sot. Është filluar nga ish sekretari i mbrojtjes në kohën e Bushit, junior të Donald Rumsfeld. Dhe atëherë është provuar që të ketë një NATO që mbron kontinentin e vjetër, ashtu për Bashkimin Evropian, dhe ka domen përgjithësisë, dhe duhet gjithmonë të ekzistojë një superfuqi, që aty kur NATO përballet me vështirësi, siç që Ukraina, rasti Ukrainës, ose sot lindja mesme, tjetë një superfuqi që i determinon gjitha këtu. Ajo është Shebaja. Nuk është rastësi. E menduar vetëm nga Trump. E tash, Kosova për 20 vite ka qenë një, si them, konsumues i sigurisë tërkohën. Ne tani kemi momentumin kur duhet të tregojmë edhe si ata që kontribuojmë në sigurinë globale dhe në paqe. Ku është fatkeqësia? Se ne kemi duhet me thonë, nuk më takon mu me thonë, niveli jam nuk do të duhi me thonë. Mirë, po është koha që duhet me thonë sepse duhet me ndalë këtë stërkeqje. Me cilat kapacitete jemi pjesë e operacioneve të mbështetjes së paqes dhe përfitimit që ka Kosova kur është pjesë e një arkitekture globale të tillë. Pra mbrojtjes kolektive që është quajtur dhe smart defense. Me cilat kapacitete po operojmë? Me ato që i kemi konsideruar të plota në vitin 2013. Ushtarakët dhe ata që bojnë politika sot brenda atje, që e kanë stërkeq komplet forcën, e kuptojnë çfarë po i thënë. Ka qenë generali Bohler ku janë deklaruar kapacitetet plota operacionale për fushën e dytë misionit dhe të tretë, për mbështetje ushtarake autoriteteve civile, dhe e tretë mbështetje operacioneve të paqes, jo peace enforcement, jo peacekeeping, po peace support, që do të thotë jo vendosje të përdora ndoshta të tjera që duhet me zbërthy. Jo vendosje të paqes me forcë, që i bjen luftë me ndërhyjë NATO dhe me vendos paqen në Kosovë. Jo me mbajt paqen, që i bjen qëndrimi i NATO-s me mbajt paqen në Kosovë, por me mbështet paqen, që i bjen asanimi pasojave të luftës, asanimi pasojave në njerëz, rregullimi i infrastrukturës, mbështetja me ndihma, e të tjera që janë në kapacitetet operacionale që i ka deklaruar forca në vitin 2013. Bashkë me aleatët. Bashkë me aleatët, ka qenë generali Bëller atër, komandant Kfuri. Dhe ato kapacitete janë ato që sot po operojmë. Çfarë kemi sot në misione? Kemi oficer shtabor në planifikim. Është dërguar me datën 19 ka shku një oficer i forcat armatore të Kosovës, një djalë shumë i avancuar, një djalë që ka filluar karrierën ushtarake si luftar, ka kryer një shkollim ushtarak për të qenë komandues në nivel kompanie. Luftari juaj, po, në Koshare, ka operuar pastaj si në nivelet oficerit në TMK, në FSK, ka arrit aftësi të tilla shkolluar në nivelet më të larta ushtarake. Në Shtetet Bashkuar të Amerikës. Dhe tani, do më thënë, me 9 vajt duke të njësë prame, tani kam rrinë në mision. Oficer planifikimi, shumë i zoti. Në SBA? Po. Dhe kapacitet që e kemi deklaruar që në vitin 13. Jemi në Kuvajt. Me cilat kapaciteti jemi? Çfarë misioni kanë ato trupa? Sa? Me ato kapacitetet të validuara? Të validuar në vitin 2013. Jo të validuar, se kjo është term që përdor Albini për të kamufluar dështimin në përjashtimin që pat nga Defender Europe 23. Të certifikuara. Këto janë të certifikuar, këto janë të kualifikuar. Dhe këto janë të testuar nga partnerët ndërkombëtar, bëhen në dy nivele,
Niveli parë është në vend tonë në operacionet tuat dhe niveli dytë është në operacionet të shteteve tjera, të më thonë të NATO-s, ku kanë demonstruar ato aftësi. Kosova në Gaza Cili është mesazhi? po dërgon ato kapacitete të forcave të saj të armatosura që janë të certifikuara në qysh në vitin 2013. Bravo. Ky është mesazhi. Po çka do të lexuar këtu? Po? Si ka mundësi nga viti 2013, atëherë kemi marrë një letër, ju kujtohet lufta ndaj asaj letre, si tradhtie, e dërguan prokuroria, ajo është letër nga Asambleja e NATO-s, se FSK-ja në veri duhet të operojnë në koordinim me KFOR-in. Jo, nuk guxon dal në veri, kjo është term që i kanë shpik gazetaresk apo politik për konsumditor, se gjë me quajt një tradhti tash më thoshit, jo. Kjo letër është shpëtimi i Kosovës, është garanca dhe siguria e Kosovës. Në veri operohet në koordinim me KFOR, jo në forma tjera. Pse du të thënë në gjuhën ushtarake? Sepse kompetencat për ambientin e sigurt në pjesën veriore e ka KFOR-i me në kushtetut. Po kupton? Dhe çfarë do të thotë? Kur unë jam komandant këtë zonë operative, ti nuk mundesh me ma vendos telefonin mi këtë fletu, se ma zani si përfaqe që unë ndoshta jam duke e përcjell. Për me vendos ti duhet më kërku, unë jam ka vi me të ndihmu, me të përforcu. Ku me vendos? Unë tham vendose këtu. Se këtu mundesh më kry punë. Këtu më pengon. Si shpjegohet mungesa ratifikimit të kësaj marrëveshje për tani veç ta mbyllim me këto. Çka do të thotë kjo? Do të thotë se kemi dobësim në krijimin e kapacitetet plota operacionale në forcë. Do të thotë se kemi pas, ose po them pa dorza, kemi objektiva të fazës parë ende të papërfunduar. Kemi objektiva në fazën e dytë papërfunduar. Kemi hinë tretën kur duhet krijohen kapacitetet ajrore. Dhe cili do të jetë raporti final. A do duhet Kosova të kishte tani në këtë fazë helikopteret? Tani kemi hyrë në fazën e tretë, kur duhet krijohen kapacitetet ajrore. Çfarë ka ndodhur gjithë këtë periudhë? Ka pas blerje selektive, të cilat kanë dhënë më shumë efekt publik se sa kanë kontribuar në krijimin e kapaciteteve plota operacionale të forcës. Ditën e fundit kur do të raportohet para Asamblesë NATO-s edhe para Kuvendit të Kosovës, do të shihni se epilogu është nuk janë kriju. Pse janë bëu këto? Janë bëu për efekt publik, populist. Si puna dronëve, si puna e një mortaje atje, si puna e një blindje atje. Në pyetja është edhe sasia, jo vetëm cilësia. Sepse ti e ke sasinë e përkufizuar. Tani, kur ti shem gjitha këto, tranzicioni i konsolidimit të FSK-s për 10 vjeçin sa është menduar, nuk po shkon në hapa dinamik, po thu. Absolutisht. Kemi të bëjmë me blerje selektive që japin efekt publik. Çka rrezikon Del kryeministri dhe lëmon shpinën dronit. Mos flas edhe gjëra tjera, se po duhet më kriju do hangare ku mbahen municionet, ku mbahen helikopteret, ku mbahen kapacitetet ajrore e tjera. Dhe unë i kom pa, Ridvan, çështja është më trishtuese se sa po flas, se s'po mund të flas. Se në fushën e mbrojtjes së sigurisë nuk thuan gjitha gjërat, nuk thuhet ajo këtë çka din. Por një po them, se në televizion Beogradit unë e pash vendin ku do të ndërtohen këto hangare. Territorin Kosovë, që shumë pak e din, që e di nivele strategjike. Unë ndëgjova në lajme në Beograd. A kupton çfarë po ndodh në Kosovë? Pra na jemi të zhveshur tërësisht. Sepse kem një klasë papjekur politike që këtë procesin e krijimit forcave të armatosura, që është një projekt 10 vjeçar, i studiuar për 2-3 vite, kam pas fatin tim një ndër 4 oficerë shqiptar me ekipin amerikane. Ata e kanë bërë çdo gjë. Ne kemi bërë çdo gjë, por mbikëqyrjen e tyre në atë kuptimin, aty ku kemi deviju, na kanë mësuar gjatë rrugës se si bëhet kjo punë. Sepse ka herë dëshirat janë përmbi mundësi. Ju po thoni që po rrezikohet gjithë në televizion Beogradit kam dëgju se ka dështu më kriju hangar dhe pa mos foli detajet asi projekti, për kapacitetet që janë sensitive në sistemin e mbrojtjes dhe sigurisë Kosovës. Dhe çfarë do të thotë kjo? Prej nga shkoja informacion? Si shkoj atje? Apo kupton? Pra, këtu kemi të bëjmë me çështje të ndjeshme. Tash të kthehemi tek situata nuk e ratifikuan. Jo, unë e shoh. Të ndalim edhe shkurt. Në sytë e publikut, kjo qeveri e zotit Kurti, e tashmja dhe e djeshmja, gjithë këto 6 vite, 7, shihet si një qeveri që punoi shumë për sovranitetin dhe sigurinë. Bravo, ka investuar në ushtri ka shumë. Po, dhe jo po thoni që
Ky 10 vjeçi i tranzicionit të FSK-s nuk po ecë me dinamikë të parabartë. Jo vetëm që s'po ecë me dinamikën. Po rrezikon. Por e kam thënë një shprehje, e kam shpik në kokën time nga përvoja gjatë në studime, analizat fushës mbrojtje të sigurisë. Në momentin që ti demonstron forcën, ke treguar dobësitë tua. Në momentin që ti shkon në hangar, ku qëndrojnë drënt dhe i almon shpinën, e kërkokësh për popullit merr vota, ti ke treguar armikut se unë kam këtë lloj droni, edhe ai në rrugë inteligjente e din edhe sa drone e ke, unë s'pi tham, na dim. Se i kanë këto cilësi, pra shtrohet pyetja, kanë armë raketore, sa peshmojnë, apo kanë videokamera, për nxezim të fushë betejës. Dhe mos harroni se armiku që ta ka zbulu dhe ku kemi ndërtu hangaret e armëve sensitive, pajisjeve sensitive të sistemit mbrojtjes kontraherore, imagjinon rrugë inteligjente ti zbulon gjitha këto, pse në qoftë se pas ke mbledhën në Turqi. Sa miliardi ka investuar Turqia në Beograd? E sa i ka investuar në Kosovë? 2 blerë i ka në Kosovë. Çfarë ka mërmendja gjithë ato miliarda, s'po gjen kanë një rrugë me marrë vesh se çfarë dron kanë në Kosovë? Dhe çfarë ka bëmë këtë daljen në publike me dronë atje? Efekt publik. Populist. Me marrë votë, se unë po investoj në ushtri, shire komplet dronë. Po kjo është tregimi i dobësive të forcës. Prandaj na jemi shumë dopt dhe në rrezik se i përkisë. Faktikisht, unë e them nga një herë megalomani, them ne kemi forcat e Kosovës që janë më të avancuar dhe më të fuqishme në Ballkan dhe në Evropë. Sepse kam fjalën për Kosovo Force. Për forcat e Kosovës që është KFOR-i, që është NATO dhe ky është territori i NATO-s. Ky është territor që është përfshirë në ligjin që autorizon buxhetin e mbrojtjes për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ofër 1 trilion atje, që do të thotë jemi pjesë e tij. Dhe si territor në aspektin e mbrojtjes së sigurisë është territor amerikan. Kjo është fatbarësia. Por fatkeqësia është se Kosova në këtë ridimensionim edhe në aspektin e sigurisë, edhe të paqes, por edhe të interesave të globit duhet patjetër të investojë në krijimin e kapacitetet të veta, me të cilat do të përballen me pretendimet e shife, nëse se temë pas teme po shkojmë. Ktheu në te Banska. Cili ishte efekti i Banskës? Çfarë ndodhi në realitet? Pse askush kthehet me bëni analizë? E mbyllim atë se kush ishte fajtor dhe kush radojqiqi. A u dënua, s'u dënua. Pak rëndësi ka kjo punë. Cilit janë efektet që dha? Na vunin test. Ka një ridimensionim të aspektit të rrezikut në Kosovë. Tani nuk kemi më tensione civile atje. Tani është kthyer në çështje sigurie. Tani po testohen pra çështjet e sigurisë. Pra në tavolinën e bisedimeve nuk bisedohet për marrëveshjen finale e njëjën, por për çështjen e sigurisë. Dhe pa qëndrueshmërinë politike të Kosovës. Ky është mesazhi politik që dërgon ajo në tavolinën e bisedimeve. Pa qëndrueshmëri politike në Kosovë. Çfarë do të thotë kjo mi përkthyer në terma slav? Që nga Garashanini deri te Miloševiqi dhe te Vučići sotëm. Se shqiptarët janë të paaftë mbajnë shtet. Se kjo mos qëndrueshmëri institucionale, kjo vakoncë institucionale që po i bën 2 vite Ridvan. Atë kujtohet kur janë shpallë zgjedhjet në shtator 24-s, në kuvend ka ndodhur herën konvencionin në Karrik. Ulet në sallë. Fushat, krejt fushat, prendim. Dhe ka përfunduar deri më sot, gati 2 vite po bën. 3 anë, e 4 kënaj, o bon 7, edhe një vit sa pa të mandej, gati 2 vite. Je pa institucione. Pastaj përplasja ndër institucionale, çfarë ka ndodhur? E ka dobësu vendimarrjen strategjike në Kuvendin e Kosovës dhe në institucionet e Kosovës. Presidenti janë nënshkruar një marrëveshje, qeveria kundërshton marrëveshjen, kënejna kanë miratuar dërgimin e trupave. Nuk e kanë kundërshtuar qeveria publikisht. Po kur them qeveria, unë kam parasysh eksponentet e Kuvendit që janë të mazhërancës. Po. Zonja Nafie e politikës doli dhe e kontestoi. Dhe atë pikën 2 të qëllimit, misionit që duhet ta ketë ky bord i paqes. Imagjinoni çfarë absurditeti. Kjo është një standard. Ratifiku ose refuzu, ma të vetën kur ta refuzojsh. Nëse mundesh me ekzistu ti pa flamurin amerikan në Kosovë. Apo kupton? Dhe kjo për mua nuk është kjo instrumentalizimi qëllimshëm politik. Nuk është kjo naivitet. Sepse ti e din se ata funksionojnë vetëm me direktiva drejt për komiteteve profesionale, si që quajnë, të partisë. E kush që mbrapa në kryt tyre e dinimia lidhet e saj pastaj.